A ke ndjerë ndonjëherë sikur jeta po të sfidon në çdo hap, sikur çdo përpjekje jote për të ecur përpara përballet me pengesa të pashpjegueshme. Bën plane me entuziazëm, por ato shemben pa arsye. Përpiqesh, punon fort, mendon pozitivisht, por sërish gjërat nuk ecin siç duhet. Dhe thua me vete, ka diçka që po më ndalon, apo është thjesht rastësi, apo fati im është i bllokuar. E vërteta është se jo gjithmonë bëhet fjalë për rastësi. Ndonjëherë kur energjitë rreth nesh ngarkohen me zili, urrejtje apo sy të keq, ato ndikojnë drejt për së drejti në rrjedhën e jetës sonë. Ka njerëz që s'mund ta durojnë dritën tënde, ose s'mund të shohin suksesin tënd. Ato nuk mund të sulmojnë me fjalë, por me mendime, dhe ndonjëherë kjo energji mjafton për të bllokuar fatin tënd. Ka disa shenja të fshehta por shumë të forta që tregojnë se rruga jote është penguar nga energji negative, nga njerëz që nuk të duan mirë, apo edhe nga qëllime të ndërgjegjshme për të parë duke rënë. Në këtë video do të zbulojmë së bashku këtë shenja. Dikush po të bllokon fatin nëse ke vazhdimisht vonesa të pashpjegueshme në jetën tënde. Ato ka ndodhur që çdo gjë që planifikon të duket sikur pengohet nga një forcë e padukshme, sado mendon se je gati të ndërmarrësh një hap të madh, qoftë në punë, në dashuri apo në jetën personale, diçka papritur ndodh. Një telefonat nuk vjen kurrë, një marrëveshje bie poshtë në momentin e fundit, një mundësi që ishte pothuajse e sigurt zhduket pa asnjë shpjegim. Në fillim mund të mendosh se mund të jetë thjesht mungesë fati, por kur kjo ndodh vazhdimisht, kur ndihesh sikur po noton kundër rrymës së padukshme që të tërheq prapa, është koha të ndalësh dhe të reflektosh. Kjo mund të jetë një shenjë që fati yt është bllokuar. Energjia negative, qoftë nga zilia, urrejtja apo qëllimi i dikujt tjetër mund të krijojë një pengesë të padukshme që ndalon rrjedhën natyrale të mundësive në jetën tënde. Është sikur një perde e errët të mbulojë dritën tënde dhe të fshehë gjithçka që është shkruar për ty. Njerëzit që ndihen të kërcënuar nga forca jote e brendshme, nga drita jote, ëndrat e tua, mund të dërgojnë vibrime që ndikojnë në rrjedhën e energjisë tënde, dhe kur kjo ndodh, ti fillon të ndjesh një stagnim që nuk e kupton. Mos e injoro këtë shenjë kur gjithçka në jetën tënde të ndalon pa arsye. Është koha të pastrosh energjinë tënde, të largohesh nga ndikimet e këqija dhe të rivendosësh lidhjen me veten dhe fatin tënd të vërtetë. Gjërat fillojnë për mirë, por prishen pa pritur. A të ka ndodhur ndonjëherë që gjithçka duket perfekte në fillim, e ke nisur një marrëdhënie me shpresë dhe ndjenja të thella, gjithçka rrjedh natyrshëm, dhe për një moment ndihesh më në fund se je në rrugën e duhur, apo ndoshta ke hapur një mundësi të re në karrierë, një projekt, një bashkëpunim, një punë që të mbush me entuziazëm, por më pas gjithçka ndryshon pa paralajmërim, pa arsye të qartë, fillojnë keqkuptimet, pengesat shfaqen nga askund. Dikush të kthen shpinën, gjërat fillojnë të shpërbëhen si të ishin të ndërtuara mbi rër. Kur kjo ndodh më shumë se një herë, nuk është thjesht rastësi. Është një nga ato shenja të forta të bllokimit të fatit përmes energjive të padukshme. Forca që nuk i sheh por i ndjen. Zilia, mendimet negative apo dhe veprimet e qëllimshme të dikujt që nuk të do të lumtur mund të ndërpresin rrugën tënde të energjisë pozitive që ke ndërtuar me mund. Energjia që nis me dashuri për kushtim mund të turbullohet nga ndërhyrja e energjive të errta. Në shumë raste kjo vjen në formën e sabotimit të papritur të diçkaje që ishte destinuar të lulëzonte. Dhe shpesh as nuk e kupton nga vjen. Shpesh nuk është e dukshëm, por ti e ndjen në shpirt, në trup, në ndjesinë e brendshme që gjithçka përreth teje sikur nuk po shkon siç duhet. Është koha kur duhet të tërhiqesh pak, të dëgjosh intuitën tënde dhe të pastrosh energjinë rreth vetes, sepse kur rrjedha e energjisë prishet pa arsye, është një thirrje e fortë që dikush ose diçka po përpiqet të të ndalojë që të arrish atë që të takon. Ka ditë kur zgjohesh dhe ndjen se diçka nuk shkon, trupi yt ndihet i rënd, mendja e mjergullt, zemra e zbrazët, dhe nuk është se s'ke punuar shumë, nuk je sëmur, nuk ke ndonjë arsye të qartë për këtë lodhje që po të shoqëron, thjesht nuk ke energji, as për të ëndërruar, as për të vazhduar përpara. Kjo nuk është thjesht lodhje fizike, është një ngarkesë energjetike, një bllokim i padukshëm që të largon nga vetja jote e vërtetë. Kur dikush po të bllokon rrugën, qoftë përmes zilisë, fjalëve të liga apo energjisë së errët, kjo ndikon drejt për drejt në mënyrën si e ndjen jetën. Motivimi zhduket pa zhurmë, fillon të humbasësh
interes për gjërat që dikur të mbushnin me pasion. Edhe gjërat më të vogla të duken të lodhshme. Në vend që të ndjekësh ëndrat, ti ndihesh sikur po mbijeton dita ditës. Kjo është një nga shenjat më të forta që dikush me vedije apo jo, po ushqen një energji që të rëndon. Mos e injoro këtë ndjesi. Trupi dhe shpirti yt të flasin në këtë raste janë thirrje për mbrojtje dhe pastrim. Ndoshta ke nevojë të largohesh për pak nga gjithçka, të pastrohesh shpirtërisht, të kthehesh nga natyra, të përdorësh metoda të thjeshta për të kthyer dritën e jetën tënde. Sepse kur energjia është e lirë, ti e ndjen dritën brenda vetes. Kur ajo bllokohet dhe fryma është e rënë. Mos e neglizho këtë shenjë, është koha të kujdesesh për veten dhe të mbrosh dritën tënde nga ato që duan të shuajnë. Shtëpia jote ndihet e rëndë dhe pa paqe. Shtëpia duhet të jetë një strek ku zemra të qetësohet dhe fryma gjen paqe, por ka raste kur pa ndonjë arsye të dukshme ti ndihesh keq, pikërisht aty ku duhet të ndihesh mirë. Nëse sapo hyn në shtëpi dhe ndjen një peshë të padukshme, sikur ajri është më i rënd dhe zemra ngushtohet, kjo është një shenjë e qartë që energjia rreth teje është bllokuar ose ka marrë ngjyrime negative. Disa e përshkruan si një ndjesi që nuk merr dot frymë, lirshëm, të tjerë ndihen të irrituar, të trishtuar ose thjesht të zbrazët pa e kuptuar pse. Në raste të tilla mund të vësh re detaje të vogla që nuk janë thjesht rastësi. Dritat që fiken pa arsye, dritare që përplasen vetë, pajisje që prishen shpesh, zhurma të pashpjegueshme në mbrëmje. Këto janë shenja paralajmëruese se diçka nuk është në rregull në ambientin ku jeton. Mund të jetë pasojë një energjie negative që është ushqyer për një kohë të gjatë, qoftë nga konflikte, zili apo nga ndonjë prani që nuk i përket dritës. Kjo nuk do të thotë të kesh frikë, por është një thirrje për të vepruar. Të pastrurat e shtëpisë, jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht, është një hap i rëndësishëm. Djegja e shërebelës, rihapja e dritareve, lutjet e zemrës dhe fjalët pozitive kanë më shumë fuqi se sa mendon. Shtëpia është reflektim i brendësisë tënde. Nëse ajo është e rënduar dhe ti do të jesh, prandaj dëgjo ndjesitë e tua. Mos i injoro, sepse ndonjëherë ajo që të duket si një ndjesi e lehtë e paqëndrueshmërisë është thjesht një thirrje për mbrojtje dhe pastrim. Ndodh që të thyet një pasqyrë, të derdhet kripa apo të bjerë fshesa pa arsye? Ndoshta të ka ndodhur dhe ty. Një pasqyrë të thyet pa pritur, kripa të derdhet në tavolinë pa arsye apo fshesa të rrëzohet vetvetiu. Në pamje të parë duken si gjëra të zakonshme, aksidente të vogla që mund të injorosh, por në botën e energjisë dhe besimeve të lashta, asgjë nuk ndodh pa arsye. Thyerja e pasqyrës është simbolik shumë e fuqishme. Ajo përfaqëson jo vetëm pamjen tënde të jashtme, por dhe shpirtin, energjinë dhe fatin tënd. Kur një pasqyrë thyet, thuhet se ndodh një ndërprerje në fluksin e fatit dhe energjisë së brendshme. Në shumë kultura kjo shihet si paralajmërim për energji të këqija që përplasen në fushën tënde energjetike. Kripa në anën tjetër nuk është vetëm për ushqim, por është përdorur për mijëra vjet për të pastruar dhe mbrojtur energjitë e errta. Derdhja e saj papritur, veçanërisht në mënyrë të paqëllimshme, është një shenjë se diçka ose dikush po ndikon në mënyrë të padukshme mbi ty, dhe fshesa që rrëzohet vetë është një simbol i pastrimit të energjive. Kur bie pa shkak të dukshëm, besohet se është shenjë ndërhyrjes së energjive të padëshiruara në mjedisin tënd, një thirrje për të pastruar shtëpinë jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Këto shenja të vogla në duke për të mëdha në domethënie. Ato nuk duhen parë me frikë, por si simbole paralajmëruese që të ftojnë të ndalosh, të reflektosh dhe të mbrosh veten. E ndjen që dikush mendon keq për ty? Nuk të duhet gjithmonë një provë konkrete për të kuptuar që dikush të mendon keq. Trupi yt e di, shpirti yt e ndjen, dhe kjo ndjesi nuk është fantazi, është intuita jote që të paralajmëron përpara se mendja të kuptojë. Ndoshta ndjen një tension të çuditshëm kur dikush të përmend, ose zemra të rre më fort pa shkak. Ndoshta sado përmendet një emër, ndjesia jote e brendshme bëhet më e rëndë. Këto nuk janë rastësi, janë sinjale të padukshme që universi dhe energjia jote po përpiqen të përcjellin. Kur dikush të mendon keq, të dërgon xhelozia, urrëtie,
apo zili, këto mendime nuk zhduken, ato udhtojnë si energji edhe nëse ti je i hapur shpirtërisht, i ndjen ato si turbullim të brendshëm, lodhje të menjëhershme apo thjesht një ndjenjë të pashpjegueshme se diçka nuk shkon. Intuita është mbrojtja jote më e mirë. Mos e injoro, ajo është dhurata më e fuqishme që ke për të mbrojtur veten në një botë ku jo çdo sy të sheh me mirësi. Prandaj, nëse ke ndjesinë që dikush po të mendon keq, besoj ndjesisë. Ndoshta është koha për të larguar, për të vendosur kufi më të qartë ose për të pastruar energjinë tënde përmes lutjes, qirive, kripës së detit apo meditimit. Nëse sheh ëndra të çuditshme, të frikshme, të përsëritura, dikush po të bllokon fatin. Kur bota e nën ndërgjegjes hesht, ëndrat flasin. Nëse kohët e fundit je zgjuar shpesh i trazuar duke parë makthe, figura të frikshme si gjarpëri, errësirë pafund, apo ndjesinë se dikush po të ndjek, nuk është thjesht fantazi. Është një thirrje drejt për drejt nga bota e padukshme. Këto ëndra janë simbolika të fuqishme që tregojnë se ka diçka apo dikush po përpiqet që të ndalojë në rrugtimin tënd. Ai kërkon të ndalojë fatin dritën tënde. Gjarpërit për shembull janë shpesh sinjali një tradhtie të fshehtë, energjisë të errët apo syrit të keq. Errësira përfaqëson pasigurinë dhe bllokimin shpirtëror, ndërsa ndjenja e të qenurit i ndjekur është një shenjë të re e paralajmërimit se një objekt i energjive negative nuk është identifikuar ende dhe kur këto ëndra përsëriten vazhdimisht, është një shenjë e qartë që diçka brenda teje po kërkon zgjidhje, po kërkon pastrim dhe çlirim. Është e rëndësishme të mos i injorosh këto sinjale. Ato janë portale të vogla që të tregojnë atë që ndoshta ti nuk e sheh me sy të hapur. Mos harro, shpirti yt nuk flek kurrë, edhe kur trupi është në pushim, vedia jote e thellë vazhdon të luftojë, të ndjejë, të përballet me të padukshmen. Nëse po kalon këtë fazë, mbrohu, lutu, pastroje energjinë tënde, mbaj ndonjë kristal pranë një sikut, vendos një gotë me ujë me krip, diku në mëngjes hidhe atë larg, bashkë me gjithë negativitetin që ka mbledhur. Nuk të ecin parat sado që përpiqesh? Ka raste kur punon fort, përpiqesh me gjithë shpirt, por sërish parat sikur zhduken nga duart. Sa herë që mendon se më në fund do stabilizohesh, shfaqet një prishje, një borxh i papritur, një shpenzim urgjent dhe gjithçka që ndërtove rrëzohet si për një dorë të padukshme. Nëse kjo ndodh shpesh, nuk është fat i keq. Mund të jetë një bllokim energjetik i drejtuar ndaj teje, ndoshta nga zilia, mendimet e këqija apo nga fjalët e njerëzve që nuk duan të shohin mirëqenien tënde. Parat janë formë energjie, ato lëvizin aty ku ka rrjedh të pastër, vullnet të mirë dhe dritë shpirtërore. Por kur energjia jote ngarkohet me barre negative, qoftë nga mjedisi, nga mendimet e tua të brendshme apo nga ndikimi i dikujt tjetër, rrjedha bllokohet. Parat nuk ofrohen lehtë, edhe kur ofrohen nuk qëndrojnë gjatë. Shenja janë të qarta. Parat vonohen pa arsye, llogarit nuk mbyllen kurrë siç duhet. Çdo gjë që merr shkon për gjëra që nuk i kontrollon dot. Fillon të dyshosh në veten tënde, të ndihesh i pasigurt financiarisht edhe kur nuk ke arsye të dukshme. Këto janë shenja të një pengese të padukshme, e cila kërkon pastrim shpirtëror. Ndonjëherë thjesht një ritual i thjesht pastrimi, një lutje me zemër apo një ndërprerje kontakti me njerëzit toksik mund të hap rrugën që ishte mbyllur prej kohësh. Mbaj mend, nuk është vetëm puna që të sjell bollokun, është edhe gjendja jote e brendshme, besimi yt dhe energjia që rrezaton. Nuk ke fuqi të gëzohesh edhe kur ndodhin gjëra të mira. E ke ndjerë ndonjëherë atë bëshllokun e çuditshëm brenda vetes kur diçka e mirë ndodh, por ti nuk gëzohesh? Kur duhet të festoje, por zemra jote hesht, kjo është një shenjë që gëzimi yt është bllokuar. Kur dikush të dërgon energji negative, qoftë përmes syrit të keq, zilis apo mendimeve të errta, kjo energji ngjitet pas shpirtit tënd si mjergull. Ajo e mbyt dritën tënde të brendshme dhe bën që edhe momentet më të bukura të mos ndihen më. Ti mund të përfitosh nga një mundësi, të fitosh diçka që ke dashur prej kohësh, të kesh pranë njerëz që të duan, por ndjen se dikush dhe diçka të mungon. Buzëqeshja është e lodhur, zemra është e ftohtë dhe shpirti është i shpërqendruar.
Kjo nuk është thjesht një lodhje apo stres, është një lloj mbyllje e shpirtit, një bllokim që kërkon të shërohet. Në këtë rast është e rëndësishme të ndalosh, të dëgjosh veten, të pastrosh energjinë rreth teje. Ndonjëherë vetëm një qiri i ndezur me qëllim të pastër, një lutje në qetësi apo largimi nga njerëzit që ndotin shpirtin tënd mund të bëjë diferencën, sepse gëzimi yt është dritë e shenjtë dhe askush nuk ka të drejtë ta fshijë atë prej teje. Mos harro, fati yt është i vlefshëm, jo të gjithë duan të shohin të ndriçosh. Disa të buzëqeshin, por në heshtje luten për rënien tënde. Prandaj mbro veten, beso në intuitën tënde dhe mos lejo asnjë energji të errët të ndalë rrugën tënde, sepse kur ti je i mbrojtur shpirtërisht, asgjë nuk mund të ndalë. Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer kjo video, mund të bëni like, ta shpërndani dhe abononi në kanalin ton. Interesante. Ju urojmë të gjithëve mbrojtje nga energjitë negative, syri i keq dhe fat të mirë kudo në jetë.